Edhe sot, në këtë vazhdim të seancës konstituive të Kuvendit të Republikës së Kosovës, deputetët nga grupi ynë parlamentar dhe deputetët tjerë nga komunitetet jo shumic ishin prezent dhe e votuam komisionin për votim të fsheht, si një nga mënyrat nëpërmjet të cilës do të zgjidhet kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës. Edhe në këtë seancë dhe veçanërisht tani, pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, e kemi sjelljen e deputetëve të opozitës, të cilët veprojnë në kundërshtim me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese duke mos marrë pjesë në votim. Kurse është krejtësisht e qartë që është obligim i të gjithë deputetëve të Kuvendit të Republikës pjesëmarrja në votim dhe konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Pra, prej se ka filluar kjo legjislaturë, ne kemi pas një qasje bllokuese nga ana e opozitës. Ajo qasje vazhdoi edhe sot. Ne kemi thënë vazhdimisht që presim reflektim në kuadër të gjitha përpjekjeve që kemi bërë ne për ta zhbllokuar situatën. Ka qenë edhe takimi i fundit të cilën e kemi pas me përfaqësuesit e partive politike, por asnjë prej këtyre veprimeve të cilat i kanë ndërmarrë lëvizjave të vendosje nuk ka ndikuar që kjo opozitë të reflektoj. Prandaj edhe sot nga këtu mbaj thirrje që të marrim pjesë në votim edhe të vazhdojmë tutje me konstituimin e Kuvendit të Republikës së Kosovës.